Pavarësisht rritjes së kënaqshme ekonomike në Europë, inflacioni në Eurozonë ka shënuar nivelin më të lartë në 20 muajt e fundit. Instituti Evropian i Statistikave tha se për muajin korrik, niveli përgjithshëm i çmimeve në 16 vendet e zonës euro u rrit në 1.7% nga 1.4 që ishte në muajin qershor. Megjithatë, kjo shifër mbetet nën kufirin e lejuar prej 2% të Bankës Qendrore Europiane, e cila aktualisht ka një nivel prej 1% të normës bazë të interesit. Ekspertët thonë se shkaki i shtrenjtimit të mallrave të konsumit është rritja e çmimeve të naftës, energjisë, alkoolit dhe cigareve, ndërsa në 27 vendet e Bashkimit Evropian për muajin korrik, inflacioni u kuotua në 2.1% nga 1.9 që ishte në muajin qershor. Kontribuesi kryesor është rritja e tatimit mbi vlerën e shtuar nga vende si Finlanda, Greqia, Spanja, Portugalia dhe Rumania. Të dhënat tregojnë se 19 vende në Bashkimin Evropian shënuan një rritje të nivelit të përgjithshëm të çmimeve. 6 shënuan në rënje dhe një shtet nuk pësoi asnjë ndryshim. Për shembull, inflacioni në Irlandë ra me 1.2% dhe në Letoni me 0.7%, ndërsa vendin e parë në Europë e mban Rumania me një inflacion prej 7.1%. Më pas vin Greqia me 5.5% dhe Hungaria me 3.6%.